Kryeministri kroat Andrej Plenković ka deklaruar se në memorandumin e nënshkruar mes Kroacisë, Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka asgjë armiqësore. Këto komenta i bëri pasi presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e cilësoi këtë memorandum si shkelje të marrëveshjes rajonale dhe pretendoi se NATO nuk ishte informuar për këtë dokument. Megjithatë, kryeministri kroat i sugjeroi Vučićit që të marrë 5 minuta për të lexuar tekstin e memorandumit. Memorandumi nuk ka karakter armiqësor. E kuptoj që Vučić ka nevojë të gjejë probleme diku tjetër, por ato nuk mund t'i gjejë në tekstin e memorandumit. Si Kroacia, ashtu edhe këto dy shtete e morën këtë vendim bazuar në vlerësime dhe interesat e tyre, prandaj nuk ka nevojë të pyesin askënd, as Serbinë dhe as NATO-n. Andrej Plenković theksoi se memorandumi është pjesë e bashkëpunimit që Kroacia ka me Kosovën dhe Shqipërinë. Sipas tij, ai do ndihmoj thelbësisht përpjekjet e këtyre dy shteteve në reforma, shkëmbimin e përvojave dhe bashkëpunimin e ndërsjellë. Kryeministri kroat po merr pjesë në samitin e rregullt të Bashkimit Evropian. Liderët e 27 shteteve anëtare të BE-s do diskutojnë mes tjerash për Ballkanin Perëndimor, me fokus të veçantë situatën në Serbi dhe Bosnjë dhe Hercegovinë.